Eurobarometri për pranverën e vitit 2025 i publikuar tashmë në Bruksel dëshmon se besimi në antarësimin e shpejtë në Bashkimin Evropian ndër shtetet ballkanike rezulton më i lartë në Malin e Zi dhe në Shqipëri dhe më i ulti në Serbi. Anketimi në këto shtete është kryer në muajt mars-prill 2025. Rreth 83% e qytetarëve malazez besojnë tek Bashkimi Evropian, ndërsa 17% kanë tendencë që të mos i besojnë. Qytetarët e Shqipërisë renditen në vend të dytë për shkallën e besimit ndaj Brukselit në shifrën 80%. Në Kosovë po ashtu ka një nivel të lartë besimi tek Bashkimi Evropian në shifrën 79%. Besimi në Bashkimin Evropian është më i ulët në Maqedoninë e Veriut dhe Bosnjë e Hercegovinë, por ende është mbi 50%. Nga ana tjetër në Serbi vetëm një pakicë njerëzish i besojnë Bashkimit Evropian, 37%, ndërsa 57% thonë se kanë tendencë të mos i besojnë. Ndër 27 shtetet anëtare të Bashkimit Evropian, në tërësi 54% e qytetarëve të anketuar mbështesin zgjerimin e familjes evropiane, ndërsa 39% janë kundër. Zgjerimi i Bashkimit Evropian mbështetet nga vetëm 42% e qytetarëve të Gjermanisë dhe Austrisë, ndërsa 53% janë kundër këtij procesi. Në Francë vetëm 41% e qytetarëve janë pro zgjerimit, ndërsa 49% janë kundër.